zyrtari i Kuvendit, ku kryetari i Kuvendit ka premtuar miratimin e kërkesave të grupit parlamentar të PD-s, pra të kërkesës për zgjedhjet, për të hetuar zgjedhjet e 11 majit, përdorimit administratës dhe për çështjen me Gonigal, ku është i përfshirë kryeministri Edi Rama. Dhe ka kërkuar nga përfaqësuesit tanë në konferencën e kryetarëve 3 saktësime në tekstin e kërkesave që kishin dorëzuar deputetët. Edhe pse ne nuk kishim asnjë detyrim për të korrigjuar tekstin e kërkesave, sepse kushtetuta dhe gjykata kushtetuese thonë se mund bëhen korrigjime vetëm ku ngrihen pretendime për objektin e kërkesës, në besim të plot që do duhet prevaloj kushtetuta dhe e drejta e opozitës, me shkresën numër 2991, datë 20/10/2025, për treguar vullnetin tonë për funksionimin normal të parlamentit, por dhe për respektimin e kushtetutës, kemi dërguar të dyja kërkesat me tekstin e ripunuar sipas shqetësimeve që kishte ngritur kryetari i grupit parlamentar të PS-s në mbledhjen e konferencës kryetarëve. Edhe pse arrëzuam alibin që ngritën konferencën e kryetarëve, ju jeni dëshmitar që dje vendosën me forcën e kartonit të refuzonin një drejt kushtetuese të opozitës në Kuvendin e Shqipërisë. E bëra këtë saksim, qoftë për grupin, qoftë për opinionin publik. Tani pa humbur kohë, i jap fjalën kryetarit partisë, profesor doktor Sali Berisha. Të nderuar deputete dhe deputet, zoti kryetar, të dashur qytetar dhe qytetare. Kjo mbledhje e grupit parlamentar thirret në një moment kritik për vendin, në një moment kritik për opozitarizmin, opozitën dhe opozitarizmin. Ju jeni dëshmitar se ngrehina e narkoshtetit e qelbur nga koka kundërmon sot më shumë se kur në Shqipëri dhe në botë. Zëvendësja më besnike e Edi Ramës në 25 vit të fundit, Lubi Balluku, merret e pandehur për një të mitën e vjedhjeve dhe shpërdorimeve të saj. Një të mitën. Dhe marrja e saj e pandehur ishte një akt kalvari i vërtet, do të themi atë që është, për atë prokuror që guxoi të firmos thirrjen e saj. Ai prokuror që guxoi të firmos thirrjen e një personi që bashkë me Edi Ramën kanë zhdukur miliarda në tendra në këtë vend, a ju përball me kërcënime vrasësish, me kërcënimet indirekt të bosit të tij, Troplinit në krye të skapit, por dhe me kërcënimet direkt të kryeministrit nëpërmjet telefonit të Faqezimanes, Uluzimanes. Shikoni se ku jemi. Cili je ti, i thot Ramaduro, prokurorit që guxon
të prekësh pasaportën e zëvendës kryeministes së Shqipërisë. Kjo është e vërteta. Dhe kur merr ca mesazhe Ramaduro e qep gojnë, sepse ishte vetë personazh që duhet të hiqej pasaporta. Por, pavarësisht nga kjo situatë, ai zgjedh të mbrojë me çdo kusht veprimtarinë e tij kriminale. Përdor të gjitha mjetet e propagandës kundër opozitës dhe jo vetëm propagandës dhe mbrojtjen e krimeve të tij. Nuk e di nëse ndoqët seancën publike të gjykatës kushtetuese. Unë ju them ju që një nga protestat më të shkëlqyera dhe më të rëndësishme që ka bërë Partia Demokratike Dega e Tiranës, po dhe tjerë kanë ardhur nga Shqipëria, është protesta për arrestimin e Erion Velis. Po, një kryetar bashkie që ka firmos mbi një incinerator 130 milion euro dhe që si gjendet Nami Asnishani. Dhe e dini ju, pse nuk është hetuar për te? Tani do të themi, s'do të bëj avokatin e askujt, por nuk është hetuar për te sepse është Edi Rama mbi firmën e tij. Kjo është e vërteta që ta dinë. Është Edi Rama, ndaj dhe ai që ka pas atë dosje që ne kemi sulmuar me 100 herë, që ti i tilli, ti atilli që se hetove se more, ai kemi realist për të marrë o do të mirë të dy, o do ishte i pa drejt dhe i pa ndershëm. Të dy nuk i mirë të dot. Ramen e pacë është nodhi. Për Belindën dhe i mbin bandat të katërantë. Por një gjë i tha publikut sot Erion Veliaj. Çfarë i tha? Kaq vite më parë, në X qytet të Kolumbis, Farku rrëmbeu kryetarin e bashkisë. Ai bëri paralelizëm që Farku më rrëmbeu dhe mua në Bashkinë e Tiranës. Por, po të kemi parasysh procedurat ligjore të një vendi demokratik, ne nuk mund të themi se ato nuk u shkelen tërësisht një lloj si ato të Farkut, të themi të vërtetat. Ne e kemi mbështetur dhe mbështesim arrestimin e dënimin e tij etj. Po prap duhet të jemi të drejtë. Duhet të jemi të drejtë. Vazhdojmë pak. Pse kjo ngjashmëri me Farkun? Gjykatës i thot, fakti që më jam këtu dhe më thirrt është shembull i ligjit. Më njoh një të drejtë ligjore. Por në Këshillin Bashkiak bën 9 vendime brenda ditës.
u bën 9 vendime brenda ditës. Imagjinoni, se si të lanin duart me mua dhe ju lumt këshilltarëve tanë që ndonë se kishin një armik përballë, por në çdo rast të drejtat e njeriut janë më thelbësore. Kërkuan me insistim që ai të ndigjohet në sallën e këshillit. Kërkuan kërkesë të veçantë që ai të sillej të ndigjohej. Jo, tha. Nuk munda. Një lloj pse i solla këto dy shembuj. Jo, as pak se ai është as i penduar, as i pafajshëm. Jo. Por prap, në një vend demokratik, procedura është themelore, është përcaktuese për të drejtat e njeriut, për shtetin ligjor, për të gjitha. Pra, i solla më shumë këtu për të patur të qartë çdo shqiptar se në çfarë regjimi është i instaluar këtu. Ju them këtu, se ne që kemi memorien e kohës shkur, nuk kanë asnjë dallim përveç kësaj seance publike, kjo po. Kjo le që këte publike e bënin vetë ata, harrova se ata e bënin gjyq popullor, po. Nuk kanë asnjë dallim veprime të tjera nga qëndrimi që mante Enver Hoxha ndaj armiqve të tij. Identik. Po ama nuk kanë as i dallim dhe armiqt, se dhe ata ishin me Katar, si ishin kur të pafajshëm, po kishin kryer krime kundër shqiptarëve, dhe edhe këta janë me Katar. Edhe këta kanë vjedh dhe vetëm vjedh. Po ngjashmëria, krimi i ngjashmërisë është dëshmi flagrante e narkoshtetit, e narkodiktaturës. U ndala këtu për të theksuar se ky dimension represiv i shkallës së paimagjinueshme ndaj atyre që Rama i konsideron të rrezikshëm ose ndaj atyre që s'vazhdon dot t'i mbroj, kurse këte ka heq vetë velin. Duan pa diskutim, e konsideron të ju dihet ato se ju jeni dishmitar. Ky shkoi në Shtetet Bashkuara dhe bëri fotografi me Kamala Harrisin. Po, publiku duhet ta di këtë. Rama shkoi dhe s'bëri dot fotografi. Kjo është e vërteta. Shkoi dhe nuk bëri dot fotografi. Pse tek nuk e di. Por aty filloi shizme e madhe. Për të vjedh, asnjë nga vjedhjet që ka bërë me Rama nuk ju faturuar Erion Velis. Asnjë. Erion Velia i din Rams. Të gjithë vjedhjen që bën në urbanistik e di Rama. Po. Hoteli, 20 katësh, gjerë tani 70 milion euro. I Redi Malls, është hoteli i familjes Rama. Redi Mall është djali Tezës, vajzë Tezës Linda Rams. Po. Dhe prandaj Redi Malla del nga burgu. E nxjerrin.
Këte se lanë me shku në mbledhje të Këshillit kur është karkojnë, kurse redimollën me hotel 24 e nxjerrin, e çojnë në shtëpi, se është djali teta Olgës. Po, që në fakt, aksionet janë përbashkëta, e thanë që në fillim, që janë tolësit, nuk qenë kanë tolë, qenë kanë direkt atyre. Por, historitë e tyre nuk kanë fund. Tani rikthehemi ne tek problemi ynë. Cili është qëndrimi i tyre ndaj opozicës? U shpreh në mënyrën më të qartë se kur këto javë të parlamentit që kulmuan me ditën e djeshme. Gjatë këtyre javëve të parlamentit, çfarë u provua? U provua se për t'i mohua fjalën e opozicës, ata ishin të gatshëm të sakrifikojnë parlamentin. Ishin të gatshëm de facto të asgjësojnë parlamentin dhe parlamentarizmin. Nuk ishte ndodhur kur kjo. Jo. Kjo është herë e parë. Se si mundet të pranosh kryeministër të votosh programin 4 vjeçar dhe kabinetin për 28 minuta, tregon se je një pasardhës besnik e Enver Hoxhës, një bastard i Kim Jong-unit apo Gaddafit, se kush në botë një akt të tij, jo Enver Hoxha se bonte dot, se s'kish nevojë se por këta që kanë, se si mundet ta e bën ata. E pat, 2 ditë ka zhvilluar parlamenti, që kur është hapur, 2 ditë. Dhe ato 2 ditë ishin u shpëtuar nga duart, se doli Tauland Balla tha, o këto ose do i votojmë. Do i votojmë. Por kulmi i tyre arriti dje. Ne paraqitëm të drejtën e në përputhje me Kushtetutën, kërkuam të ushtrojmë të drejtë e komisioneve hetimore. Mision kryesor i opozicës, kontrolli. Kaq ka opozita, opozita ndoj kontrollin, po, e ka mision kryesor. Ajo opozit që nuk bën kontroll, ajo nuk është opozit. Ajo është pseudo-opozit, është letër kot, qofse ti nuk kontrollon dot sistemin, çfarë don aty? Filloi me refuzimin e ministrave për t'u paraqitur para jush në komisione, me refuzimin e interpelancave të Ramës, me refuzimin e mocioneve, dhe kulmoi me refuzimin e 2 komisioneve hetimore parlamentare të një rëndësie themelore për shoqërinë shqiptare. Të një rëndësie themelore për shoqërinë shqiptare. Jo vetëm për opozitën. Me Gonigal është një rëndësie të jashtëzakonshme. Emri Edi Ramës, sipas mediave amerikane më serioze të bazuara në dosjen e gjykatës Washingtonit. Në atë dosje citohet 13 herë. 13 herë.
Edi Rama publikisht ka deklaruar krenarin e tij me miqësinë me Mek Gonigalin. Tani duhet jemi të hapur dhe të vërtet. Edi Rama e korruptoi njeriu kryesor që kishte mision të mbronte kombin amerikan nga korrupsioni. E thot gjykatësi, se them unë këtë. E ka gjykatësi në vendimin e tij. Edi Rama e pagou atë për aksione direkt kundër opozicës. Edi Rama e futi atë në hetime të pista, të turpshme, të padenja. E Tom Doshën e Durim Bamin në Vjenë, i çoi në Vjenë që t'i hetonte, se e ka porosit durimin Edi Rama, Ilir Meta ta vriste Tomën apo të mos e vriste. E kuptoni, presidenti i Republikës tani hetohej për një trillim të mirëfillt dhe mirej paguaj kryesmbuluesi i Shteteve të Bashkuara për hetimin. Në Vjenë, vend neutral, ka akt më të turpshëm. Dorian Dushka dhe Agroneza bashkë me Mek Gonigalin takonin prore këtu biznismen, të cilët kanë patur kurajon të dalin publikisht të denancojnë. Dhe u kërkonin 1 milion, 2 milion për të hequr sanksionet. 5 milion me radhë. Kjo është një veprimtari e fuqishme kriminale, Edi Ramës, Mek Gonigalit, Dorian Dushk, Agronez, por e vërteta është edhe kompanisë që solli mbrapa dhe e kontraktoi Edi Rama për të marrë me opozitën, siç pohohet nga dokumentat, flas. A ka opozitë në botë që nuk do të kërkon të hetimin e këtij problemi? Nuk besoj që një opozit i thot vetës opozit dhe nuk merr përsi për hetimin. Dosja Mek Gonigal, fakshikujt shqiptar, dosja shqiptare nuk ka dalë e tëra në gjykatën amerikane. Dhe ne mund të kontribuonim shumë në hetimin tonë parlamentar. Sigurisht që kjo do të koste më shumë Ramën dhe do zemronte miqtë e Ramës në Europë dhe në Shtetet Bashkuara. Por ne nuk e bëjmë as për të zemruar njeri, ne e bëjmë për hir të japim Edi Ramës dhe Mek Gonigalit atë që meritojnë me qëllimin në Shqipëri dhe të kontribuojnë në hetimin e tij apo në njohjen e plot të veprimtarisë tij kriminale në Shqipëri. Refuzuan, nuk lejuan. Është hera e dytë. E kemi dërguar edhe një herë tjetër. Nuk lejuan sepse Edi Rama nuk lejon. Edi Rama kundërshton auditin që nëse ka një mënyrë për të provuar se je duke vjedhur, është mos pranosh të auditohesh. Nëse ka një gjë, fakt, që provon se je hajdut, ku i thu X se s'do më kontrollosh? Si s'do kontrolloj? Ka refuzuar auditën e shtetit. Ai s'mund të auditohet.
sepse për të duhet vjedh sa të mundet, sa të duhet, sa të dojnë. Kjo është e vërteta. Vim të komisioni tjetër. Zgjedhjet e 11 majt, jo nga ne, por nga vëzhguesit ndërkombëtar, u damkosën në mënyrën më përfundimtare, më të fuqishme, si farsë elektorale. Doli raporti përfundimtar, asnjë socialist nuk ka guxuar të shprehet, të thotë gjysmë fjale për te. Jo. U kërkuan vëzhguesve me kërcënim, ku i keni faktet ju të provoni këto që shkruajtë në raportin para prak. I kanë tani faktet të nxirra aty me faqe të tëra. Kush është viktim e kësaj? Është opozita. Po të kush opozita? Janë mbi 500-600.000 qytetarë të opozitarë, të cilët u shtypen, u shkelmu vullneti tyre. Dhe tani një lloj si me auditin. Kam vjedh, po s'do më kontrollosh. Po tani nuk i thot një auditi, një njeriu, por tani ju thot 600.000 shqiptarëve që ja u vodha votat, po s'do më kontrolloni. Pra, u kërkue debat për raportin e komisionit e vëzhguesve ndërkombëtar, u refuzue. U kërkue komision hetimor, po ja u them qytetarëve, sepse do ta di qytetarët një gjë. Ne jemi zotur me 100 herë para tyre se do mbrojmë votën. Por mënyra e mbrojtjes votë nuk është me automatik. As me guerile, mënyra e mbrojtjes votë është kjo që bëmë. Ne u përpoqem të ndjekim çdo votë sa mundem, si u respektua, si u hodh, si ndodhi. Dhe ne kemi, do ta dinë qytetarët, unë gjithë verën atë kam bërë para atyre, po ato që kam paraqitur janë asnjë 10 atyre që kemi, dhe ne kemi tani, ju them ju, mbi 2000 dokumenta. Mbi 2000 dokumenta. Dhe duhem t'ja u paraqesim shqiptarëve. Ky thot qepeni. Se jam unë këtu, nuk ju lejoj. Pra, edhe na vjedh votën, edhe nuk na lejon, dhe nuk na lejon të bëjmë transparencën, të bëjmë detyrën tonë. Dhe njëherë, votën ne nuk e mbrojmë me armë. Jo. E kam theksuar dhe theksoj gjithnjë. Por ne kësa herë bëmë mbrojtjen e votës. Në kuptim, kush do le të lexojë raportin. Është bërë punë e jashtëzakonshme. Janë bërë ata që kanë punuar për këtë detyrë, ata kanë qindra komunikime me vëzhguesit. Qindra komunikime të vazhdueshme. Qindra mblodhen vetë ata vëzhguesit. Dhe të gjitha këto së bashku patën rezultante një raport të drejtë, të ndershëm në mbrojtje të votës shqiptarëve. Tani ky thotë jo. Ajo është një letër e vdekur. Mbylleni. Nuk ju lejoj të paraqisni para shqiptarëve faktet se si ai vodhi votat.
Se çfarë bëri ai? Hajdutin e keni kapur, por nuk lejoj fare të merri me te. Një lloj si me Oditin. Oditi i thotë, jo, nuk do më kontrollosh ti mua. Guxo po deshe. Na thot dhe ne. Po ne jemi 600.000, përfaqësojmë 600.000. Kështu mënyrë absolute. Kur s'mund pajtohemi. Ndaj dhe kjo mbledhje është shumë e rëndësishme për vendimet, natyrisht do mlidhen në forumet tjera të Partisë Demokratike. Kjo, Partia Demokratike ka kryesin, ka këshillin kombëtar, do merren dhe, por që ne të na e heq si ati Oditit, të kontrollit shtetit, një nga një të gjitha të drejtat kushtetuese. Ai është një, por ne s'jemi një. Ne jemi 600.000. Na heq të drejtën e interpelancës. Na heq të drejtën e debatit. Na heq të drejtën e komisionit hetimor. Po pse shkojmë ne aty? Pse shkojmë? Çfarë është kjo pastaj? Shkojmë për të thënë se jemi deputet? Po çfarë vlerë kemi ne? Çfarë vlerë kemi ne? Kur ne nuk arrim, nuk kemi mundësi të përmbushim detyrimet më themelore ndaj zgjedhësve tanë. Duhet të shtojmë pyetjen, çfarë vlerë kemi ne? Në stoli e një bande që ka instaluar një narkoshtet këtu nuk bëhemi. As mund bëhemi kur. Për të pa e gërësin e ti shifni që bën me Rion Belin s'do e bëj edhe mazi. Unë e kam pa që në gëzua socialistët me te. Po u them socialistëve që nuk është gjallë lubia se çdo jetë linda për ju. Po ato janë punët e tyre, s'ta interesojnë fare ne. Sepse këtu kodi i të drejtave themelore të njeriut nuk ekziston më. Nuk ekziston. Ndaj dhe një diskutim. Ne nisim një proces i cili duhet shënoj fjalën e qytetarëve, zërin e tyre të fuqishëm kundër këtij regjimi. Vetëm zëri, energjia, entuziazmi i tyre është përgjigje vetëm ndaj këtij narkoregjimi. Shikoni, ja u them këtu ju. Ka jo pak njerëz që mërzitën pse Berisha thot për narkoregjim, narkoshtet. Kur eksperti më i shquar në më të shquarit të antimafjes në Itali thot se Shqipëria është më keq se narkoshtet. Dhe ai burtrim, thot më keq, aty s'bën do të hetim, thot, se ti nxjerrin të gjitha. Ndërsa aksionerët e regjimit zemrohen se pse unë flas, pse ne flasim për narkoshtet. Në një kohë kur janë po mediat perëndimore që dëshmojnë se tashmë deg shqiptare të karteleve të Amerikës Latine janë përcaktuar se çmimit kokainës në Europë. Ai që përcakton çmimin, ai ka aksionet më të mëdha. Ai është më kryesor. Jo në prodhim se Europa nuk prodhon kokainë, por në transport, se kokaina prodhohet në zona tjera të globit. Pra, është
moment historik, t'i dalim zot qytetarëve shqiptar, vullnetit tyre të dhunuar, pasi ka 10 vota dhe mandatet, tani thot sus, nuk u latë flisti. Një lloj si Oditi që i thot s'do më kontrollosh se do vjedh sa të duhet. Edhe ne na thot, do vjedh prapë, thot, prandaj s'do më kontrolloni. Pa absolutisht kurrë ma. Faleminderit mediave. Faleminderit media dhe gazetarëve. Vazhdojmë mbledhjen me dyer të mbyllura.